Kutoj që uzojnë, se sa e merë parasysh, sa e merë, ka njëherë dhe janë ati vënd të mira, nëna jote. Nëna, po duhet dini një gjë, unë janë vjerë vetë. Dhe vjerat e vënd të mira, dhe vjerat e do të mira. Nuk duhet para gjukuar. Sho që e hop një kritikën me moshën. Për shambull, nona em ka punu mbi 20 vjetë infermire. Shumë infermire me karrierë. E ta që sho në pension, i ka hub kritika profesionale. Dhe pithom, a ke punu ti najherë? Do më nuk po du me po që ashtu. Së që me druaj që emocionet, mosha, jo, e sho pa kritik, po ndështë ta ndërhynë ma shumë sa që duhet të vajza në rritjen e fëmijës. Që natyre revolucionare që e ti, ajo të rritje se ka po i matë vetën pa përbrez. Edhe këtu ka dalë, të rego pak profesioniste kritik, e ma del pak pile kurës emotive, se që që tu dina me kom pak presionet. Jo, vetëm duhet ish një gjarë bresh. Nështë ta kalojmë kritik të faza, po besoj. Unë më keq kupton, ose nuk më keq kupton, për atë fëmi, mua nuk më një se qa mendon ajo. Gjithçka do t'i them për të mirën ati fëmije. Se është një rrugë që unë kam kaluar, ajo nuk ka kaluar. Por ajo është nëna ati fëmije. Jo se, unë nuk po i them unë që ti unë e duam shumë se ty. Jo, se s'ka mundësi. Se është absurde, se do unë kam pas njerë vjerë. Aman, mënyra që është rritet fëmija, unë do t'a mësoj që t'shke me të. Ajo po të dojt i marrin konsiderat, po mos dojt i marrin konsiderat. Sigurisht ja thonë në mënyrë të moderuar. Normalisht, se ne gardiane burgu nuk kemi vlla. Që do flasim e kam gjik në dorë, në mënyrë moderuar. Me vajzën, që të vajzë a insiston, atë nusja që dëngë, që dëmë për veti, e ki do më thonë së shqe zgatë fërt më abitin me nusën. Varet edhe nga vjerë. Jo, edhe pëse, unë menoj në një shoqni normale, ku ka nivel familjar, nuk dujme u pa dalimi nuse edhe vajzë, sepse nëse vjera, sidomos e ka një lloj profesioni, ndështë atë aspekti sociale mjekësor, ty mund të më shërby shumë për jetën, për te, nëse keni raporte shumë korekte, pa ndërhy, po edhe në anat ka herë, unë e shumë, edhe në jam thët me raste, vajz, po, nuk me ndërhy ma tuti, ja e pikështilën, a e vle dhe pranë që shdonë, dhe më thonë njën gjana se si ne mund dojmë t'i pranojmë. Dikush e ka e gënjë, po më thot vjera, por kur për ty është e mira, nuk ka të raport vjerë, meret një profesionist, një përvoje, një perspektive, edhe vlerësoje vetë në fund të ditës. Unë e kam edhe një pyetje, po të pës ty se të jenon Pedim që jenon atjera të jo. Edhe vjerë. A ka dalim mënyra e ushqyerit, do më thonë, unë e kom një tash, kom një që do më thonë një fëmi që ushqyet me gji, është shumë a i shëndet shumë se sa një fëmi që rritet me formulat. Krejtë e nuk e mendoj, kam të gjuar që dhe formulat paka shumë e realizojnë ato vlerat ushqyset qumshit të gjirit. Normalisht ajo nuk është 100%, nuk diskutohet, po kështu e kam të gjuar, që formulat, po dhe më kollaj është ja për gjirin. Edhe nga ana emocionale ti lidhesh me fëmijën tënd më shumë. Disa probleme është që ta marrësh atë shishen, pastrimi, sterilizimi, përgatitja e ujit të nxehtë. Më kollaj, më edhe ti pushon, fundi tani janë dhe telefonat, ka tonë s'kishin telefona. Ai piqum është, ti lexon, është ajo kohë e relaksit, e pushimit. Kjo ndodh edhe natën, pak natën është pak sfilitse. Ne që kemi provuar, ka qenë rrezik shumë se të mbylleshin syte, ti kishe punuar, po kot nuk e ke emrin nën, kot nuk quhet mbretëresha e jetës, pikërisht edhe për këto sakrifica që po bën, pikërisht për këto sfida që ke kaluar, që në momentin që ai fëmia ngjizet në bark, aty fillojnë problemet reale të një gruaje. Ne duhet jemi, ne kërkojmë të drejta, por normalisht duhet i dim pak edhe ato të drejta që ka ai fëmijët e ne. Atë drejta shumë. Ai është mbreti, gjithçka duhet bërë për atë fëmijë. Sepse shtazani nuk e mban burri, fatkeqësisht e mbajnë gratë. Japin ata një kontribut vogël. Janë procese fiziologjike që ti kemi kaluar mbi trupin tënd. E rëndësishme është me pas një mbështetje, një mirëkuptim emocional, sepse ndjeshmëria shumë e madhe pas lindjes dhe çto vendime keq ka i folëm na duket si një tentativë. Ndoshta mund të më duket. Por mjekët jo, për çto Polina tash të testoja gjithëane se i bote benefitet të qumshtit. Formula sigurisht është aprovume edhe ka licenca ndërkombëtare dhe evropiane dhe tjere që to brende që në Kosovë, por nuk është i krahasueshëm me qumshte natyrale, thonë edhe mjekët. Do të thonë sepse shumë mirë thotë ajo në çdo pikë qumshti ka vlerë, ka jetë, ka këtë vitaminat e mineralet të gjithçkaja që murit ai fëmijë. 6 muaj bile është shumë e rëndësishme me marrë gji nëse që anon ka mundësi. Shkenca ka arritur shumë, shkenca e mjekësisë. Me dhonë gji, ama këto është një fenomen, për shembull, di doktor që në sektorin publik
ka që e uzojnë shumë atë letë në anë me dhonë formulë se sa me stimulu gjithanjën, sepse këtu hynë edhe interesa përfitues. Kallëzon edhe ku me ble. Edhe këtu janë sekrete publike, nuk do duhe me qenë... Informacion i Jo, nuk do duhe me qenë në domenën e mjekut, pavarësisht interesave, për duhe stimulojë gjithanja, të edukoshin ato në ana, të bëhen përpjekje, edhe formula atë ishte e fundit. Unë mendoj ana emocionale është e pazvendësueshme më shumë se sa vlerat e qumshit gjirit. Unë mendoj ana emocionale është jashtëzakonisht. Ajo kontakti që krijohet. Nuk ka as post leonin, çfarë është ajo, nuk ka as depresion në momentin që ti jep qumë fëmijës. Ta heq me të largona. Ajo i fëmijë me ato doçkat e vogla që ta prek flokun, ta prek fytyrën, ta largon çfarë do lloj depresioni. Gjithçysh prej nesër. Jo gjithçysh prej nesër. Me këshyra. Unë e deshta mi u pyet diçka, qika, shoqe, gra. Qa me ndoni, nëse ishtë dasht meshkujt me mbet shatëzani, qa kishë ndodh me këtë botën tonë? Hajtë, po jina pak po menojna kështu. Sila filozofike, kësaj pse kështu është bota, kush është kriju njerëzimi, pse lumi, pse fusha, pse nuk e ka dhona asë përgjigjen shkenca. Sa do që ka evolu, shkenca po bënë edhe fëmijë laborator edhe ka mundësu metodat për të avancu ma IVF, infertilitetin në shumë mirë, nuk kisha me hy në këtë debat. Se jo? Jo, nuk As pak bukur si shëndok. Tani po mendoj, Arbëresh, nga ana estetike do jetë gjë shumë e shumë. Shumë e shumë ke bukur. Tu e mendoj Që konstrukt mashkullor, apo shmazani, cikël, gjithonjë. Pa gjokse, me një bark të fryrë, me ato këmët pak të shtremte. Po rrim që shtë që jena mirë jena. Pastaj, do na kishin shurduar nga ankesat. Ata një grip të bjeri. Po mendotit kalojnë gjithë këtë proces që është proces lemeritës nga ana e dhimjeve fizike. Si shënduru, valla. Po nuk ishin duruar. Kështu që natyra, ose Zoti si doni, ka ditë. I sa gjëra i di, reguloni ka bërë vetë. Kështu që është absurde, kjo fantazi nuk funksionon. Rolet biologjike të ndame, të kuptushme, drejtësia gjinore është çështje tjetër, konstrukti biologjik nuk ndryshohet. Sidomos për ato gratë që do me ka nana, ka që zgjedhje mos me qenë nana, mos me qenë pjesë e tyre proceseve, është vendimi i tyre gjithsesi. Individuale, jo, është vendimi i tyre dhe mo nuk A me ndoni që po ndikojnë edhe rjetet sociale? Mas shumë të rjetet. Që nana të reja vendosin me rritë fëmijët e vetë? Mas shumë të rjetet sociale, krejtë ndryshun sistemin. Qa ndryshun për shambull? Gjithçka, se për shambull shohen influencer jashtë dhe bazohen mënyrën e jetesës, ajde kjo po bën kështu, unë ja bëj edhe une. Në më thonë, krejtë kam vetë sa përsye faqe, që kjo më pengon mas shumë se jetojnë, vetë sa mu dogë. Për që ata u ka ra kjo